Ilija Roshkov thot për Dakun, thotë nëse Barcelona transferon Mirlin Dakun për të zëvendësuar një veteran si Lewandowski, nuk del e humbur. Ai e ka kapacitetin, është lojtar i klasit lart, mund të përshtatet në çdo kampionat evropian. Unë jam shumë dakord. Duket si deklarat që zakonisht se shqiptarët e kanë shumë qejf që të bëjnë meme, që tallen, që të bëjnë, duket si deklarat që është për meme, për tallje, Daku që të zëvendësoj Lewandowskin, por Po s'besove nuk bëhet. Lojtari shoku e ekipit që e thot, unë lexova gjithë deklaratën dhe intervistën, e thot për faktin e aq i rëndësishëm për ekonominë e klubit vet, Rubin Kazan, saqë këto ishin shumë tundur që nuk iku sin Serie A ku e kërkuan skuadra, si ke Zenit, Shën Petersburgu, që Zenit kemi pa ekip që ka luajtur Champions League, pavarësisht tani që Rusia u përjashtu. Kjo deklaratë ka shumë të vërtet për një fakt. Ke kjo Barcelonë, çdo kush të bënte rolin e vet. Se i ka dhënë detyrat flik. Shpresojmë të ketë një transferim të Unë pushëm. besoj se do funksiononte, se këtu do kishte detyrë akoma më të thjeshtë, këtë është finalizim. Do finalizosh vëlla. Shpresojmë që sa më shpejt transferohet në ekip shumë më top. Fizikun e ka, finalizimin e ka. Do ishte e bukur tashini.